pesa. Është ora 7:20. E kam nisur ditën shumë herë sot, siç e shikoni jam në plan. Po jemi në Piacenza, në nga një javë që kam marrë në Itali, nga Shqipëria. Nuk kam filluar fare, sepse kjo javë kam pasur për të përfunduar shumë kohë. Po filloj sot, do të marrë vetë gjatë gjithë sila, nuk jemi në Piacenza, siç e shikoni jam në plan. Dhe nuk jam vetëm, do thoni ju me këje edhe që punë e këti në Piacenza. Shikojmë kush është këto për meja. Përshëndetje. Dhe Luciana, që erdhi me mua në Itali. Mëngjes. Mëngjesit të gjithëve. Si e? Jam shumë bërgjumësh. Vazhdo pije kafen tënde. Edhe na tregu pse jemi zgjuar që me natë për të shkuar në Piacenza. Si kemi për të zgjidhur hallën në montër. Kemi hallën një rrethallë probleme që kërkojnë zgjidhje nga unë. Kam zgjidhje një. Po ja, unë... Që që arritër në ditë të unë e shkreta zgjova në mëngjes edhe duke vrapuar për të treni, premet e biletat, sa të fokusohet, premet e biletat, të cilat harruam ti mbrosim. Ti mbrosim. Kështu që na u desh të zbrisnim nga treni, ti mbrosnim dhe të vraponim prap që mos na ikte orari. Po, dhe kjo kafja ka shpifka. Kjo kafja e makinetës, ka shpifka Luciana. Kështu njerëz, ne kemi 2 orë rrugë për të bërë. Kështu që siç e thash edhe në fillim, marrë vetë. Sot jemi për Piacenza dhe një ditë tjetër jemi për Milano Centrale. Për në Milano Centrale, kështu që gjëra të bukura do keni këtu te kanali. Shihemi pastaj. Bye. Gjami është gjithë gjullë, po nisëm. Dhe që duket që jemi në lëvizje dhe është bosh. Sa po zbritëm, jemi në Voghera dhe po nëzitojmë që të marrim trenin e dytë për në Piacenza. Jo, jemi keq. Apo këto. Kështu që nëzitojmë dhe shifemi në tren bashk. Zbritëm ne në Voghera, marrëm trenin për Piacenza. Kishim koshtat 10 minuta dhe nuk lutoj pse vraponim për gjithë trenin. Duhet pak kohë të marrim veta. Kemi edhe sa unë një orë. Po thuaj si një orë. Thuaj si një orë. Dhe jemi Piacenza. Qenë pastaj. Treni, nuk e di, pastaj që mund të përgjithë sa të mund të përgjithë. Është hera e dytë që unë të përgjithë, edhe më vjen shumë keq që në Shqipëri nuk funksionon sistemi hekurodor. Po. Sepse që ka një gjë shumë komode. Ja, shikoj në këtu, kemi dhe karikusa në telefonin, për një sa gjona, hajde. Ma jep
Qa ke për të thënë? Asgjë përveç se u lodha shumë. U lodhe shumë, se kuptova... Se ne kishim 17 minuta kohë për të duruar treni dhe kishim frikë se do na hikte treni para kohë. Po, jemi vedone, po treni është bosh. Atje pastaj, tek ai monitori, tregon të gjitha destinacionet. Se ke këtu prakë dhe. Po, ja. Erdhëm ne, jemi në Piacenza, po kemi bërë një gabim shumë të madh, duke qenë se 3-4 ditët më përpara në Asti ka qenë një kohë pranverë. Ne visheshim me xhupa dhe kur dilnim përfundonim me mëngë të shkurtra dhe tham sot nuk do vishemi trash se normal që do bëj si zonja. Menduam se do bënte prapë sot. Po, që nga një ftohtë që ju themi dhe ne jemi me mëngë të shkurtra dhe po kërkojmë kinezin më të parë që do na dali përpara të bëjmë ai trige leshi, ta veshim se keq puna. Por si fillim duhet të pim një kafe që të zgjohemi, se nuk kemi pi kafe, ajo kafja që morëm tek makinetat e stacionit të trenit nuk ishte që. Kështu që gjatë njëra duhet një kafe dhe një brioche. Dhe të shikojmë ku do na çojë Lutiana, se po na tregon ato vendet Timet e veta, nostalgji. Kështu që shikojmë. Lutianës. Ja dhe këtu ka qenë shtëpia e Lutianës. Lutiana, futem mirë në kantinë se do kesh gjithë ato bluze ti aty. كيف هضرب معك يقول لك دابا يهضر معك يقول لك قول Përshëndetje nga dita numër 2. Në fakt duhet ta kisha vazhduar vlogun ditën e djeshme në Piacenza, por nuk pata mundësi sepse në Piacenza shkuam për punë, për të përfunduar disa çështje shumë të rëndësishme, të lëna pezull shumë kohë më parë, kështu që nuk pata kohë të filmoja, duhet të vraponim për të kapur oraret zyrtare të komunës, questurës, avokates, e shumë zyra të tjera që kemi bredhur tje dhe akoma nuk i kemi përfunduar këtë punë. Por, ditë ju them që janë në rrugën e duhur. Unë nuk do të flas shumë rreth problemeve me të cilat jemi hasur, por në momentin që gjërat do të jenë stabilizuar, do të jenë rregulluar, padyshim që do t'ju tregoj si është problemi dhe si është e mundur të zgjidhen këto probleme. Pasti jam e sigurt që shumë prej jush janë në të njëjtën situatë si Lutiana. Ne do t'ja dalim, më në fund kemi njëra tjetrën pranë, kështu që patjetër do t'ja dalim. Përveç se kemi njëra tjetrën pranë, kemi dhe një forcë të jashtëzakonshme që vjen direkt kështu her pas here nga Anglia, është vllai jon, Adi, që unë e falenderoj shumë edhe vllajin dhe punatën,
pasi dhe ajo është një grua jashtëzakonshme që ka bërë dhe vazhdon të bëjë jashtëzakonisht shumë për ne, kështu që patjetër që do t'ja dalim. Bëra një dush dhe besoj se duhet t'ju tregoj një produkt që kohët e fundit i është shtuar rutinës time të përkujdesin e flokëve. Ju tashmë e dini, ose kush i ka parë videot e mia e din që kam qëndruar në Shqipëri nga data 1 deri në datën 10 shkurt dhe kanë qenë pikërisht ato ditët e tmerrshme, të ftohta, që unë zgjodha të shkoja dhe nuk i shijova absolutisht fare sepse kam qëndruar 8 ditë smur. Një ndër gjërat më të mira që bëra kur shkova në Shqipëri isha nuk harrova të porosisja vajin eliksir për flokët. Kam dëgjuar shumë review, kam lexuar dhe kam dëgjuar shumë review të mira për këtë produkt. Normalisht eliksir ka lloje të ndryshme, brende të ndryshme, çmime të ndryshme. Por unë zgjodha këtë ta shikoj ku e porosita. Pra, si që po ju thoja, e porosita në Instagram te Amra, do ta shënoj emrin e Instagramit diku poshtë. 1950 lekë të reja dhe ishte, nuk e di, më ka ardhur në kohë rekord. Nuk e di apo fokusohet. Pra, produkti është ky. Dhe është një kombinim vajor për flokët me 7 vajra 100% natyral, të cilat rigjenerojnë totalisht flokun, ndërtimi ndihmon në stopimin e rënies së flokëve, riparimin e flokëve të dëmtuar, si dhe daljen e flokëve të rinj. Aplikohet në tërë gjatësinë e flokëve dhe mbahet minimalisht 2 orë. Më pas floku lahet shplahet si normalisht me shampon dhe me balsamin tuaj të zakonshëm. Kështu nuk është se e kam përdorur për shumë kohë, por që ka filluar të më pëlqej. Doja që të provoja vajin e ullirit me rozmarin, por thash 7 kombinime të ndryshme vajrash do të jetë më mirë se sa vetëm vaj ullirit me rozmarin. Kështu tani do të bëhemi gati bashk sepse do dalim. Kështu që mendoj që edhe make-upin ta bëjmë bashk dhe ta mbyllim këtë video sepse do të nis një video tjetër. Kështu që pa humbur kohë, fillojmë bëhemi gati se do dalim. Atëherë ja ku jemi spostuar në pasqyrën më të madhe të shtëpisime, ose që ja kam thënë jam në pritje për të shpërngulur, kështu që nuk dua të shpenzoj, të blej produkte të cilat do të më duhet t'i spostoj prapë tek shtëpia tjetër. Kështu që për momentin po mjaftohem me këtë pasqyrën që ndodhet në banjo. Pa humbur kohë, do të fillojmë me make-upin, të cilin dua si gjithmonë shumë të thjeshtë. Do të kapim flokët do të filloj me një hidratim shumë të mirë të lëkurës, sepse fondatina që do të përdor do të jetë pak sa e rëndë. Por vetëm fondatina do ta përhapim. Duke qenë se është mbasdite, unë nuk do të përdor SPF. Fytyra është tashmë super e hidratuar dhe sa lëkura ime të thithë të gjithë produktin, do t'ju tregoj se çfarë do të përdor fondatin. Atëherë, për fondatin do të përdor supracolorin. Nuk është fluide, është kompakte, kështu që për ta bërë pak më të butë, do të provoj të sprucoj dhe pak kiko.
Ne do ta përhap. Mund ta përhapja edhe me furçën e Kikos, por më pëlqen më shumë me furça, me sfungjer. Me sfungjer, më thënë. Okej. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë qafën dhe besoj se shihet dallimi. Nëse dëgjoni zëra, është Lutiana nga në tjetër. Që po flet me mamin. Atëherë, fondatina është përhapur në mënyrë perfekte. Një nga fondatinat më të mira që unë kam përdorur është kjo e supracolorit, është shumë buluese, shumë e mirë dhe më pëlqen akoma më shumë në momentin që i hedh dhe pak fondatin fluide. Okej. Tani do të përdorim, kam vendosur të gjitha produktet këtu dhe janë rrëmulloj, duhet i rregulloj. Tani më duhet korrektori. Përdor Kikon në nuancën 03. Poshtë syve. Pra do të përdorim Kikon në nuancën 03. Poshtë syve. Në ta përhapim me sponçin e vogël. Hajde Lutiana, përshëndetje, lokën tip. Përshëndetje, Lujanidës. Kaq. Jemi da përgatitet sepse do dali xhiro. Ti nuk të vish? Jo, unë do ri në shtëpi. Lutiana do ri në shtëpi. Unë do ri në shtëpi. Do bëj darkën. Në është të. Okej. Dhe të gjithë bazën që kemi krijuar do ta fiksojmë me banana powder nga Essence me një furçë shumë të madhe. Do të kaloj me po nga Essence është Compact Powder Mozaik që e përdor për t'i dhënë pak shkëlqim faqeve. Shumë pak, sepse si kontur do të përdor preferuarin nga Sephora. Okej, që shikoni fytyra ka marrë një pamje tjetër, është pak më ngrohtë dhe do të përdorim edhe blush. Këtë rozën. Në fakt se rozë vjen në pjeshk. Përdorim.
Okej, do të përdorim gjithashtu. Më vjen shumë keq për këtë paletën e re të Revolution që mora, sepse e hodha padashe dhe gjithë ngjyra e zezë që ishte këtu me cica shkatërrua. Do të përdor një ngjyrë shumë të lehtë për të fiksuar të gjithë kapakun e syrit, që është kjo e para këtu. Me qenë se kemi paletën në dorë, po provoj të sfumoj pak vetëm cepin e syrit me këtë ngjyrën këtu, kafen e lehtë. Kaq. Okej, do të vazhdojmë me eyelinerin. Do përdor një eyeliner shi. Nuk e di, shke firma këtu që është e Lutianës, nuk e di se kam parë ndonjëherë. Që po e provojmë. Eyelinerin, bëjmë dhe syrin tjetër. Dhe është momenti I maskarës. Do të better than yours. Shumë e mirë. Rimeli. Një laps në nuancën nude dhe një lip gloss për buzët. Pra, përdora lapsin. Nuk e di u shas, thot këtu, po nuk e di, e kam lërë të Jumbo. Por që ka një ngjyrë shumë të bukur dhe do të përdor Essence Lip Gloss. Ky është looku për ditën e sotme, shumë I thjesht. Do të bëjmë gati shpejt sepse që të dëgjoni zërat janë duke më pritur dhe nuk presin dot më, kështu që bashkë do të shihemi në videon e radhës.